محمد رسول الله. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ثم أما بعد. Të gjitha falenderimet, lavdrimet, adhurimet i takojnë vetëm Allahut të mëdhnuar, atë falenderojmë dhe vetëm prej tij ndihmë dhe falje kërkojmë, dëshmoj se nuk meriton të adhurohet me të drejtë askush pas Allahut, i cili është një dhe i vetëm, dhe dëshmoj se Muhamedi alayhi salatu wassalam është rob dhe i dërguari i tij i fundit. Të nderuar vëllezër besimtar, nga mirësia e Allahut xhallahu ala është se u mundëson robëve të tij që të furnizohen me punë të mira në sezonat të ndryshme të vitit. Përkrahja e Allahut dhe kujdesi i tij ndaj neve është i vazhdueshëm. Prandaj, për ne si besimtar është që t'i vlerësojmë gjitha këto mirësi, të shprehim mirënjohjen ndaj Allahut xhallahu ala për kujdesin e tij dhe të reagojmë si duhet në raport me gjitha këto lehtësime që Allah në vazhdimsi na i mundëson dhe na i dërgon. Tashmë të ndrullëzër, duke ofruar nga muaj Ramazan, të gjitha ligjërimet, shpjegimet, diskutimet tona realisht duhet të jenë në shërbim të përgatitjes për këtë muaj të bekuar. Muajin Ramazan, me çka merret më pak se një muaj, këtë distancë kohore njerëzit e trajtojnë forma të ndryshme. Për dikë një muaj është larg, ka kohë. Për dikë është shumë vonë. Për dikë është treni i fundit. Për dikë është vedisim që të këndelet e të fillon të përgatitet e kështu me radhë. Cili duhet të jemi ne? Veç ky i pari nuk duhet të jemi. Nuk duhet të jemi ai që themi se larg është, ka kohë. Ky nuk duhet të jemi. Ndërsa, sa ma seriozisht që e kuptojmë afrimin Ramazanit dhe sa ma seriozisht e kuptojmë Ramazanin si mundësi të madhe për të përfituar atë që na duhet në këtë botë dhe në botën tjetër, jemi realisht në pozicionin e duhur. Para muajit Ramazan është muaji Shaaban dhe tashmë kemi hyrë në muajin Shaaban. Muhamedi sallallahu alaihi wasallam këtë muaj nuk e trajton të si muajt e tjerë të zakonshëm. Nuk e veçante me adhurim të veçantë në ditë caktuara, por i tërë muaj ishte një lloj mobilizimi i përgjithshëm për adhurime të veçanta të caktuara që kanë të bëjnë edhe me muajin, por edhe me përgatitjen për muajin Ramazan. Prandaj, nëse do të kishim mundësi me i veçu disa veçoritë të këtij muaji, mund t'i përmbledhim në 3. E para është hadithi i Aishës radhiyallahu ta'ala anha, e cila thotë se nuk di muaj që e agjeronte më shumë pejgamberi sa se muajin Shaaban. Agjeronte shumë këtë muaj Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. E agjerimi në muajin Shaaban të ndërlozur, a nuk është direkt i lidhur me agjerimin e Ramazan? Pa dushim se po, edhe pse pejgamberi sallallahu alaihi wasallam vazhdimisht agjeronte, çdo muaj agjeronte, të hanë tajte, ditë caktuara kështu me radhë, aktiviteti i agjerimit ishte vazhdimisht prezent në jetën e pejgamberit alayhi salatu wasalam. Mirë po e shtonte këtë aktivitet, ishte më i ngjeshur sa më tepër i afrohej Ramazanit. Prandaj ajo që e bën të veçantë këtë muaj dhe e bën për neve interesant është realisht mobilizimi i pejgamberit alayhi salatu wasalam në këtë muaj me një dozë të shtuar të agjerimit si përgatitje për muajin e Ramazanit. Gjithashtu, ajo që e bën këtë muaj të veçantë është se është faza finale, përfundimtare, përmbyllëse e çdo përpjekje për të përgatitur sa më mirë me kaluar në Ramazan sa më cilësor dhe sa më përmbajtësor. Andaj e veçantë e këtij muaji është se çdo kush i cili ka vendosur sinqerisht
me e prit këtë Ramazan ndryshe, me kalu më ndryshe, në kuptim të përmbajtjes, kuptim të cilësisë, kuptim të ngritjes, kuptim të përmirësimit, ky muaj është shansi i fundit, do më thonë për ta bërë pregaditjen e dur për një Ramazan më cilësor. Dhe kjo e bën këtë muaj të veçantë, në kuptimin e pregaditjes. Dhe gjithashtu të ndërru vëllezër, aja që realisht e bën këtë muaj të veçantë, e që duhet pastaj edhe ne ta trajtojmë si të veçantë, është edhe një ngjarje e madhe, një ngjarje shumë e rëndësishme, një ngjarje që nuk duhet anashkaluar, e që ndodh pikërisht muajin Shaaban. Çka ndodh këtë muaj të ndrozur? Çka është kjo ngjarje interesante? Muhamedi sallallahu alaihi wasallam ka përmendur se në gjysmën e muajit Shaaban ngriten veprat e robëve tek Allahu te barekuhu teala. Një lloj bilansi vjetor i veprave tua. Çfarë ke bërë për një vjet, raportohet për ty tek Allahu te barekuhu teala. Melekët që kanë shkruar veprimtarinë tënde, punët e tua, aktivitetet e tua, sjelljet e tua, gjitha çfarë ke bërë, të përmbledhura në shkrime të sakta, të përmbledhura në shkrime precize, duke mos munguar asgjë, madje sa thërmia, e përmbledhur dhe e prezantuar tek Allahu te barekuhu teala. A thu vallë, a të bën përshtypje kjo? A thu vallë, a është interesant kjo? Për një njeri i cili e din çka nuk kupton dalja para Allahut, për një besimtar i cili e din çka do të thonë llogaridhënia para Allahut mënduar, kjo ngjarje është shumë e rëndësishme. Prandaj pejgamberi sallallahu alaihi wasallam kur agjeronte të hanën e tajtën, e arsyetonte se e ajtja është ditë kur në bazë javore bëhet raportimi për punët e mira. Andaj thonte pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, kam dëshirë që kur punët e mia prezantohen tek Allahu të jem agjërueshëm. Të jem një gjendje që Allahu më mëshiron, që Allahu te barekuhu teala më fal. Pejgamberi alayhi salatu wasalam. Pas pak ditëve do të bëhet prezantimi i veprave tua tek Allahu te barekuhu teala. A thu vallë, çfarë do thuhet për ty? Çka do të raportohet për ty? Kanë me pak ditë përmirësoje fletorën. Pëndohu, largoj atë që ke mundësi, lëshimet e të metat, që s'paku ta përmirësosh raportin vjetor për ty tek Allahu te barekuhu teala. Dhe nëse raporti për ty vjetor është i mirë këtë vit, është tregues se edhe Ramazani ka më qenë i mirë. Prandaj e veçanta e muajit Shaban është raportimi vjetor për çdo këmbineve. Ky raportim të ndërrozë që po flas për të, nuk du të kuptuar si diçka abstrakte, iluzionare, si diçka imagjinare, jo, si diçka shumë konkrete. Na nuk e pretojmë këtë nga mirësia Allahu xhallahu ala. Allahu xhallahu ala nuk e nxiton gjykimin e tij në këtë dunjë. Në bazë të raportit, edhe pse ndoshta shumë nga njerëz meritojnë dënim kur realisht dorëzohet raporti, meritojnë ndoshta me i shkatërru, meritojnë ndoshta me u dërgu kush e çfarë dënimi. Megjithatë Allahu xhallahu ala i begaton, i lën që të vazhdojnë tutje. Mirë, po besimtari nuk duhet ta merr këtë sinjal kështu të kaq me injorim, por duhet ta merr si vetdije se një ditë ka marrë dita kur çdo kush ka më pagu për veprat e tij, ka më pagu për lëshimet e tij dhe për të bëmat e tij. Për këtë arsye, pas tërë kësaj të ndërrozë ngritet pyetja çfarë të bëjmë. Me pejgamberi veçante, me që është fazë finale pregaditjes, me që është kohë kur raportohet për neve, çfarë të bëjmë ne? Ka shumë të mund të bëhet. Kryesisht të ndërrozë vëllezër, do t'i përmbledhi shkurtimisht në disa pika praktikisht çka duhesh me bëu sot e din Ramazan. Së pari, pendohu tek Allahu sinqerisht. Pendohu tek Allahu sinqerisht. Mos e shtyj pendimin. Mos ke frikë nga pendimi. Guximshëm pendohu, në Allahun mbështetu, se Allahu ka më ndihmu. Çdo kush nga ne i din shimet e veta, çdo kush nga ne i din mëkatet e veta, çdo kush nga ne i din padrejtësi që ka shkaktuar dikujt. Kërko halal, kërko falje. Kthe hakun e ujë që e ke marrë.
atë që e ke lëndu, atë që e ke rëndu, për atë që ke folë, kërko falje, kërko halal, pastrohu mirë nga haku i huaj, pastrohu mirë për Allahu Gjellahu Ala nga haku i Zotit Gjelle Gjelaluhu. Shtoj agjerimin, tonë e tajtë e spaku, agjeron këtë muaj spaku tonë e tajtë, veçoje këtë muaj me një dosë të shtuar të agjerimit, me që shton të edhe vetë pejgamberi sasërëm. Ende elhamdulillah dita është e shkurtër, akshami është shumë herët, nuk është vështirë me agjeru, nuk është obligative, për spaku mundohu me agjeru sa të kesh mundësi. Nga veprat praktike të veçimit të këtij muaji, si shenjë e respektit është përmendja e shpeshtë të Allahut Azza wa Jall. Mundohu që gjua jote të jetë e lagur në vazhdimsi, duke përmend Allahun te barekuhu teala. Përmirësoje namazin tënd dhe përmirësoje bujarinë dhe dordhënien tënde. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në Ramazan ishte shumë bujar, ishte shumë dordhënës. Duhet të jesh edhe ti në Ramazan dordhënës, po për çini till duhet ta trajnosh vetveten në Shaban me dordhënie, me bujari. Andaj jap më shumë këtë muaj se që ke dhënë në muajt e tjerë, si shenjë respekt dhe pasimi për Muhammedin sallallahu alaihi wasallam dhe si shenjë përgatitje për bujarin që duhet treguar në muajin Ramazan. Andaj të ndërvëzër, gjitha këtu udhëzime të rëndësishme, mirësia Allahu Xhallahu Ala që na mundson, ndoshta me iniciativa modeste, jo të rënduara, jo problematike, jo të komplikuara, të thjeshta, produktive, praktike, por të fitojmë shumë. Të fitojmë shumë, nga se jemi në praktin një muaj që veç Allahu ja dim vlerën tamam që shduhet. Tash me fillu me folje, dhe në Ramazan për vlerën një muaj, nuk ka gjuhë që mund të përthekon vlerët e këtij muaj. Nuk ka fjalor që mund të shprehet me gjitha fjalët e tij për mirësitë e begatit e muajit Ramazan. Prandaj, të jemi Allahut mirënjohës për këtë mirësi të madhe që na ka dhënë. Pastaj nuk dihet kush e pet Ramazanin. Nuk dihet. Sot jemi gjallë, nesër nuk dihet. Prandaj fillojmë u përgatit, nga se edhe nëse nuk e arrin, shpëlen Allahu te barekuhu teala për faktin se ke qenë sinqert, edhe ke treguar me të vërtetë interesim për ta pritur ç'është duhet. E caktimi i Allahut pastaj është në dorën e tij, nuk ka kush e largon këtë caktim. Dhe nuk ka kush e ndryshon. Prandaj një qasje më produktive, një qasje më të vëmendshme, më të kujdesshme në muajin Shaban, nga se këto ditë të pakta që ka mbetur në Ramazan fluturojnë shumë shpejt. Prandaj merr iniciativë që tani të ndërmarrësh hapet e duhur për ndryshim, pendim, përmirësim, kontribut e adhurim në përgjithësi që ta shënojmë këtë muaj si duhet në formë duhur, ashtu pikërisht sikurse e bënte Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Allah na i falë mëkatet tona, na përmirësof gjendjen tonë. Në mundësoft Allahu Gjellohet që këto sezona, këto mirësi të shfrytëzojmë si duhet, e për mangësitë e lëshimet, Zoti na falt e na përmirësoft. Kërkoni falje nga Allahu, nga sa Allahu falës, dhe është mëshirues se qulu qouli hadha wa astaghfirullaha li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. وأفضل الصلاة وتم التسليم على خير خلق الله أجمعين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. Të ndërlozër, krahas udhëzimeve që mësojmë përmes tyre për veçoritë e këtij muaji, krahas udhëzimeve që mësojmë si duhet ta shtësillemi në raport me këtë veçori, si ta shfrytëzojmë, është edhe një pikë më rëndësishme që dua ta përmend në përmbyllje të kësaj hutbe, është se çka përfitojmë nga gjithë kjo? Çka përfitojmë nga këto njohuri, nga këto praktika, nga kjo sjellje, nga ky reagim që e përmenda, çka përfitojmë? E para të ndërvëzër është respekti dhe madhnimi asaj që e ka respektuar dhe vlerësuar Allahu te barekuhu teala. Çdo ditë, çdo vepër, çdo fjalë që Allahu Gjallahu Ala i ka dhënë vlerë, na duhet me vlerësu. Çdo muaj që Allah e ka madhnu, na duhet me madhnu. Çdo muaj, çdo kohë, çdo çast, çdo vend që pejgamberi sallallahu alajhi wasallam e ka veçuar nga të tjerët dhe ka treguar një zell më të shtuar në raport me kohrat apo vende të tjera, ne duhet të shprehim zellin e njëjtë apo smaku ta pasojmë në këtë zell me atë sa kena mundësi dhe potencial. Prandaj reagimi jo në raport me këtë muaj
Vetdia raport me këtë muaj, realisht edhe e ngrit në zemrën tonë respektin dhe vlerësimin e asaj që ka kërkuar Allahu ta respektojmë dhe vlerësojmë. Dhe kjo është arritje e madhe. Dhe kjo është arritje e madhe. Sot njerëz fatkeqësisht mund të jenë të kujdesshëm, mund të vlerësojnë ato që meritojnë, por jo na din atë mas, sot njerëz i kushtojnë vëmendje dhe rëndësi. Ndërsa asaj që Allahu i ka kushtuar vëmendje dhe rëndësi, ishin njerëzit fatkeqësisht të hutuar dhe jo në nivelin e duhet të respektit dhe të kujdesit. Aja që përfitojmë gjashtë të ndërmëzër është se kujdesi për muajin Shaaban është tregues direkt i sinqeritetit dhe vërtetësisë tonë për Ramazanin që po vije. Në ti me zellin të në Shaaban ja dëshmon Allahut sinqeritetin, vërtetësinë tënde se jam shumë interesuar në Ramazan që të jem në nivelin e duhur. Prandaj ti që tani garanton një përkrahje nga Allahu xhallahu për Ramazan, duke qenë i kujdesshëm në Shaaban. Kjo është fitore e madhe. Vallahi ky është përfitim shumë i madh. Që tani ti i thosh Allahut, ndihmom në Ramazan, se jemi sinqert se po duam në Ramazan të mirë me pas. Dëshmia e këtij sinqeriteti, dëshmia e kësaj vërtetësie, cila është kujdesi në muajin Shaaban. Prandaj ti tregon për Allahut sinqeritetin dhe vlerësimin për muajin Ramazan, përmes kujdesit në muajin Shaaban. Dhe gjithë të ndërgozër, nga përfitimet që marrim nga tërë kjo që e përmend është se e aktivizojmë dhe duhet të aktivizojmë më shpesh dhe më shumë vetë llogaritjen. Apo shini që ka raportim, a dëgjuat se veprat shënohen, asgjë nuk humb. Raportohet për ty në baza javore, raportohet për ty në baza vjetore. Në mes në muajit Shaaban gjithmonë për ty raportohet. Veprat tuaja të shënuara. Për ty flitet, ti llogaritesh. Derisa të vijë koha për llogaritjen përfundimtare, ditën kur dalim për Allahut mënduar. Mirë po, për dalet e faqebardh, duhet këtu ta kemi aktive në vazhdimsi, vetë llogaritjen tonë. Çfarë kemi bërë? Çfarë po bëjmë? Pse e bëm? Pse e tham? Pse shkuam? Pse vepruam? Ti je një qortues i vazhdueshëm dhe kujdestar i vetvetes. Sikur që tha Omeri radhiyallahu ta'ala anhu, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Llogariteni vetën e juaj para se të llogariteni. Para se me dalë për Allahut këtu llogaritë. A jam i kënaqur me punët e mia? A je i kënaqur me gjendjen tënde? A je i kënaqur me raportin që do të fritet për ty pas disa ditëve tek Allahu xhallahu ala? Jo, nuk jam i kënaqur. Andaj çfarë do bësh? Çfarë do bësh? Do të dorëzohesh, do të gjynzohesh, do të arsyetohesh, s'krym punë. Do të marrësh iniciativë të përmirësosh, e kjo është e duhura. Kjo është e duhura. Prandaj të ndërrozë, këshilla është ta llogaritim vetën tonë, në fjalët tona, në veprat tona, në sjelljet tona, edhe në të kaluarën, por edhe në të ardhmen. Sikur që Allahu xhallahu ala çka thon në Kur'an, ya ayyuhalladhina amanu ittaqullah. O ju që keni besuar, keni frikë Allahut. Wal tanzur nafsun ma qaddamat lighad. Dhe çdo kush prej juve le të shikon mirë çfarë ka përgatitur për nesër. Çfarë ka përgatitur, le të shikon çfarë kuptimi. Le ta llogarit vetën e tij. Le të shikon punët e veta, le të shikon gjendjen e tij, nga se e ardhmja është shumë afër. E ardhmja është shumë afër, ndaj besimtari nuk lejon asnjëherë që të përfshihet e të kaplohet nga hutia e habia, nga se din se kjo është shumë e kushtueshme. Ajo që të mund gjithmonë aktiv është ti jesh i kyçur në kuptime që i përmenda dhe në vazhdimsi ta kesh aktive vetë llogaritjen. Çfarë kam bërë? Çfarë do bëj? Pse e bëra? E kështu me radhë nga ato që i përmenda, nga se shpëtimi dhe rrugdalja është pikërisht në këto udhëzime dhe në këtë llogaridhënie para vetvetes, para se të japim llogari për Allahut të mënduar. Andaj mundësia është ideale që në muajin Shaban gjitha këto në mënyrë shumë bukur t'i bëjmë, t'i arrijmë edhe vetë llogaritjen, edhe pendimin, edhe përmirësimin, edhe përgatitjen. Prandaj mobilizohuni, aktivizohuni, vetëdijsohuni. Mos e kaloni këtë muaj si çdo muaj të rëndomt. Le të jetë me të vërtet një paradhom e organizuar, e rregulluar para se të futemi në
shtëpinë dhe në kështjellën e bukur të Ramazanit, atje ku na presin me të vërtet mirësitë dhe begatit e Allahut te barekutaala. Zoti na dha shëndet e jetë me e prit këtë muaj të bekuar dhe me kalu ashtu sikur është më së miri në mënyrën që Allahu është i kënaqur dhe të jetë në Ramazan që me të vërtet i veçantë në raport me muajt dhe Ramazan e tjerë që kemi kaluar deri më tani. E përçini i tillë timi të zellshëm në muajin Shaban. Allah na përmirësoj gjendjen dhe Allahu na udhëzoj në rrugën e drejtë. Allahu na mundësof që jeta jonë të jetë me të vërtet shtim i vazhdueshëm në punë të mira dhe pendim nga punë të këqija, largim nga veset e dobta dhe ligësitë njerëzore. Allahu na bëftë të dobishëm vazhdimsi për familjet tona, për vendin, popullet tonë dhe për njerëzit në përgjithësi. Të nderuar vëllezër, dhe nga dobia që besimtari vazhdimisht është i gatshëm me kontribuosh edhe dhurimi i gjakut. Jeni informuar në xhuman e kaluar me siguri se këtë xhumë sot kanë ardhur nga transfuzioni i gjakut, Zoti i shpërbleft dhe ata presin vullnetar nga xhamati jonë që në pjesën e poshtë me xhamisë në mesxhidin e poshtëm atje të dhuroni gjak, nga sa i gjak realisht prap na kthehet neve. Gjakun që jap sot kush përfiton? Përfiton nesër ndoshta baba jot, nona jote, vllau jot, motra, ndoshta vetë ti kimë përfitu. Prandaj kontribuo sot që gjendet nesër. Kjo është mirësi Allahu xhallahu ala, nga se gjaku realisht është një kontribut për të shpëtuar një jetë. E Allahu ka thonë se ai që e shpëton një jetë është sikur se me i shpëtuar të gjithë njerëzit. Ti jemi solidar, ti jemi bamirës me tërë atë që kena mundësi, nga se edhe kjo është një dëshmi e funksionimit të besimit si duhet në zemrat tona. Allahu i shëroft të smurit tanë. Allahu i lesof dhimbjet, mundimet të smurve, po edhe familjare kujdesin për ta. Allahu xhallahu ala ja lesof problemet, telashet, çdo kujt nga mesi jonë që mund të ketë telashe, probleme apo borxhe. Allah e lehtësoft larën e borxheve, çdo kush që është i ngarkuar me borxhe. Allahu zbrit mëshirë, dashnin familjet tona. Allah na pajtoft me zvetin, na shtoft dashnin. Allah i mëshiroft të vdekurit tanë dhe na bashkoft së bashku me ta në xhennet. Inna Allahe wa malaikatu yusalluna ala nabi. Ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidun Majid. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إلا الله محمد رسول الله.